vetëm japi përgjigje. Më shkruan një pacient tani po duash që të foto thot. Nga dermatologjia. Jam i shtruar. Jemi 3 veta në dhomë, të gjitha dhomat thot, dhe kemi një banjo, një hale, burrat e gra bashk dhe lahemi me radhë, godinat e këtij. Vazhdo. Ore, prap nuk është çështje godinash. Buxheti është rritur. Ne kemi qenë këtu nga 250 milion në 760 milion. Po sa ka pas premtimin pra? Në qoftë se sa përqind GDP-s baton? 5% për arsimin, sa e ka thënë për shëndetësinë? Në qoftë se kthejmë filmin mbrapa. Ja, vetëm tek kam dhe mbarova. Premtimet për shëndetësinë baton. Ja u ke 2013. Ngritja e shërbimit shëndetësor kombëtar që do të ofrojë kujdesin shëndetësor pa pagesë për qytetarët. Nix gefungen. Financimi i sistemit shëndetësor përmes taksimit të përgjithshëm popullsisë. Nix. TVSH në shkallën 10% për barnat dhe shërbimet shëndetësore. Nix gefungen. Brenda vitit të parë, kontrolli bazi përvitshëm për çdo shqiptar mbi 40 vjeç. E dështoi edhe këtë megjithëse ja dha lekët Vilmës. Nuk e arriti dot. U ndryshuan ligj, u rrit fasha që të kapte lekët Vilma. Barna jo më të shtrejta se në vendin e prodhimit. Mashtrimet e këtu. Ti thu ka bërë pallat, dakor? Nuk ka bërë, nuk them. Unë po them, tani po bën parking, Salivari po bën parking spital. Infrastrukturë është dhe ajo. Por sot, qofse i pe lajmet, sot dhe unë kam shku për ditë dhe Lenci, e di shumë mirë se dhe Lenci shkon QSUT, që të parkosh dhe tysh në QSUT, baton, është një ferr i vërtet. Po dashka parkimi. Sot që vajti dhe Rama neti 3 orë, sot u bllokun dhe ambulancat. Infrastruktura. Dhe një shofer ka pas drejtor para ca kohësh e di Rama ti ose më. Po vetëm rastin e onkologjikut 2021-shin, që s'ka shqiptar që s'e ka marrë vesh. 2021-shin, qofse mbani mend, Rama ka bërë fushat edhe me lloj mburrje gjasme që më duket çuditshme, shqyr që më keni mu kryeministër që arritëm të gjejmë vaksina dhe shpëtova. Po të shohësh statistikat, është vendi me marzhin më të ulët të vaksinimit në Ballkanin Perëndimor, më duket vetëm Bosnjën kemi poshtë dhe Kosova ne e kaloi. Pra, këtu është gjitha një butafori që del te Top Channel-i, del ke Klani dhe shqiptarët duhet ta besojnë. Kurse shifrat janë komplet ndryshe. Pra, Rama, me që jemi ke premtimet, fitoi një fushat që unë sigurova vaksina dhe në fakt ishte kryeministri që vaksinoi më pak vendin e tij. Tani këta mund dalin tonë mirë se vaksina me këto teoritë të reja të Trumpit ka qenë e gabuar. Por ai me atë që u mbur nuk e realizoi as atë. Që të realizohet të burë shifra që thot batonin, 100 ca milion vetëm check-upi. 100 milion, ai që është mburë sterilizimi ikën 200 milion. Çfarë them? 80 milion laboratorit. Çfarë them? Ikën pra aq 300 milion ka Shqipëria, i bërru shakumba. Janë mburë sot njerëzit. Lenc. Falas apo jo? Në këtë dynja nuk ka asgjë falas. Edhe në shtrat, pavarësisht marrëdhënies si mund të ketë, paguan në një mënyrë ose tjetër. Pra s'kishte faj, nuk ka faj Rama se nuk mund të bëjë faj. Pavarësisht hireve të tua, thua. Do paguash. Por e premtimi i Ramës dhe nëse e dëgjon dhe shpjegimi i tij kishte të bënte me një detaj. Pra, është sistemi britanik më tepër, shoqëria, gjithë shoqëria që praguan për një pakicë që ka nevojë. A është realizuar kjo? Pjesërisht. Shqiptarët vazhdojnë sot të paguajnë edhe nga xhepi i tyre rreth 60% të vlerës së përgjithshme të rimbursimit. Popullsia që shpenzon më shumë për frymën në Evropë për shëndetësinë. Rama mund të mburret dhe këtë gjë e ka bërë sepse ka përballë një fotografi negativin e një fotografie më saktë, me si e gjeti dhe çfarë po bën. Pra, dikur atë ku shiteshin, qofte brendshme, qofte pije i birë dhe ishte si një ambient pazari, sot është ndruar në spital. Patjetër. Po mund të numëroj. Po nuk ka zhvillim në Shënti, o Lorenz. Bravo, të vazhdojmë që estetika, bra. Nuk ka. Po shumë rikë estetika, mos ngrihet nga infrastruktura. Nuk mundesh. Estetika, bra. Mos nga infrastruktura. Ke shumë drejt. Cilësi. Ke shumë drejt. Nuk po të krahasosh fotot e kriminalëve 2013-s me këta sot, ta janë shumë modern. Edhe këta Edhe këta janë më estetikë. Sigurisht. Këta dhe mund të shoqërohesh, s'ka problem. Ulesh me këta. Se janë të bukur. Po këtë e numërova si avantazhe padyshim.
Rama numëron 45 deri në 50 objekte shëndetësore, o të rikonstruktuara nga fillimi, o të ndërtuara rishtas të rinj, ndërkohë që edhe pajisjet në shumicë janë viteve të fundit. Ashtu, prej 10 vitesh, prej 10 vitesh më shkruan doktoresha, ne kemi dermatoskop. Një sekond, prej 10 vitesh. Mos u merr me detaje. Me një banjo i ke, thotë një kolegu jo, një gazetar, e di shumë mirë se ka shtruar vllajin, thotë, dhe data 28 thotë, me një banjo, gjitha dhomat, dhe data 28 thotë, akoma s'ka bërë analizat, edhe pse është gazetar jo oborrit. Ky është, ju shihni godinat. Një sekond, se s'po të them vetëm, po natyrisht do shikosh godinën. Normal, patjetër. Po ndërkohë që thash, buret me këtë shifër, se ka Lenci nuk punon te kobalti onkologjik, çfarë thonë investim pajisjet viteve të fundit të burr. Po të dëgjoj sa rezonanca dhe sa skanera kanë në Shqipëri. To 2-3 vjet, më thuj. Sa shifër nuk di ta them. Lepët se s'ka. Ti di shumë mirë se si janë ato doni. Por ka. Or që ka patjetër mos se nuk njerëzit e marrin shërbim. Dhe natyrisht mund të them që çalon mirëmbajtje. Natyrisht mund të them që në raport me spitalet private, në raport me spitalet private, eca histori pak më të ngatruara se kaq. Sa ditë ndonjë QSTU pa punë, bën që të prishën. Sa ditë ndonjë QSTU pa punë kur azjari, për të ndihmuar. A e dini sa ndonjë kur azjari? Bëri godinë e Redi Rama që bëri me shihen, vend qoftë. Razjar aty poshtë, -1. E di. U bllokua puna. Se ty më hyrin në përsalla në operacionesh dhe në përdhoma pacientësh. Do të jap. Por është falës apo jo? E ka marrë timin? Nuk ka asnjë gjë falës. Ka edhe në krevat u paguaj. Nuk ka marrë. Tani jo tani ky ishte. Jo vetëm një pyetje. Po ma bën një pyetje. Kjo është një temë që unë kam shumë të preferuar, mund ta vazhdoj pafund diskutimin. Deri pra ujrat pyetjen. Ke dëgjuar ndonjëherë shqiptarët të ankohen për shërbimin që marrin në spitalet private? Po. Pafund. Dhe ndërkohë. Pafund. A keni vënë re se si të gjithë shoqëria ngrihet në korr, duke pasur politikën sipër. Sulet me stil hiene ndaj mjekëve dhe ndaj personelit. Batoni duke i tundur gishtin, duke i thënë mos guxo të marrësh 1000 lekë se të prezduar. Ja ku e ke. S'ka më se vrete për shtat. Sa je Batoni? Nivel shumë i dobët. Në nivel shumë i dobët. Infrastruktura. Nuk kanë bërë studim se ka parë. Infrastruktura është që të marrësh 1000 lekë. Jo. Ja, Batoni, nuk është kundër marrjes. Thjesht janë të paaftë. Besojmë dolen. Probleme, dolen. Atëherë, me qenë se... Do t'i po lexoj tani. Atëherë, me gjithë aspektet që kam për Batonin, i falenderoj njerëzit, prit. Flas për njerëzit që janë në klinikën, që kanë vizitu klinikat e Shqipërisë, janë në klinikat gjermane, që kanë pas një iniciativë, doktor Kujtimi, doktor Edi e tjerë. S'ka lidhje doktor e gjë me emër Edi ky më burr. Kanë pas të kthehen në Shqipëri për të punuar. Ja çan thot. Të lutem. Për Ballkan ndërtesat janë shumë mirë. Për Evropë mesatarisht mirë, në vende jo EU s'ka më mirë. Thot, çfarë më thënë? Kategorizimi. Po të nxjerrë një doktor që thotë katastrofë. Jo, prit pak. Që ka bërë gjithë botën ky që njohim. Ja, prit tash të këtë. Përveç atij Sallabandës, ai tha që Shqipëria ka më mirë se Spanja, tha. Mos bë propagandë. Dëgjon po ti. Kjo është propagandë e Baton. Ti ka thënë doktor Kujtimi që Shqipëria ka shumë mirë. mirë. Nga një gjën secili, nuk Jo, kanë në vizitë klinikave. Doktor grupi prej 36 mjekëve. Kush e ka çu? Ora shkojnë në spital për ditë se kemi njerëz, o Baton. Shkojnë njerëzit vetë në spital. Doktor Harrimi më ka shkruajt që me Harrimin ti. S'ka problem. Janë katastrofë spitalet e Shqipërisë. Si tregohet cilësia në Falenderoj të them. 10.000 danohet. Po pyete pra ka Petskan Shqipëria këtu. Si më është vetëm një vend botë që ka Petskan, edhe në Afrikë ka Baton. Çfarë është kjo Petskani ta marrin ekzaminim për smundjet me kancer, bën 1500 te privati, nuk ka në shtet. Nuk ka shtet. Po e likan për privatin.
Dhe kushton vetëm 1.2 milion. Për ta bërë papagesë. Për ta bërë papagesë. Në shëndetësi. Ka rënë pasmurt me kartë do thosh. Falenderoj panelin publicitet do të ndiqni një dëshmi shumë interesante. Kjo është çfarë mbyll emisionin për të tregoj fakte. Cili fakt? Doktor Edi. Po ti e the vetë, doktor, ti the doktor Edi. Edhe doktorët na gjënë me Edi ti. Doktor Edi the. Ku ti thua është fakt. Ti the doktor Edi. Po. Shtypje kujtimit baton. Jo Prishtina, ajo është ekspert. Ajo është ekspert. Edhe doktor Harrimi që është ekspert, thotë që Shqipëria ka katastrofë. Publicitet ndiqni një dëshmi se çfarë ka ndodhur 12 vite dhe po. Faleminderit.